Përshëndetje të gjithëve. Sot në kuzhinën time do përgatisim një gjellë shumë të shijshme me turli perimesh që i kam ruajtur në ngrirje nga vera. Janë bamje, patlıcan dhe speca. I kam pjekur dhe i kam ruajtur në këtë mënyrë në ngrirje. Do t'i bashkoj me mishin dhe kështu do krijojmë një pjatë të plotë dhe plotësie. Këtë recetë mund ta përgatitni me mishin që ju dëshironi. Unë kam marrë mish vetëm pjesë tulli, i shtuam pak krip, piper të zi, pak vaj ulliri, një gotë me ujë dhe do ta lëm të ziejnë plotësisht derisa të dalin në yndyrn. Ndërkohë ne merremi me përgatitjen e perimeve. Këtu kam një qep mesatare, e presim qepën në pjesë të vogla dhe më pas do ta vendosim në një tikan të thellë ku do t'i bëjmë edhe kaurdisjen. Bashkë me qepën do bashkojmë edhe 4 thelpinj hudhër. I shtypim hudhrat pasi janë pak të mëdha dhe më pas i grim. Jo vetëm që përgatiten shumë shpejt këto receta me perime të ngrira, por janë dhe tepër të shijshme. Shtojmë vaj ullirin në një tikan të thellë, shtojmë qepën e coptuar, do t'i bëjmë një skuqje të plotë qepës. Kur bëhet fjalë për bamje, asnjëherë nuk i nxjerr më parë, i nxjerr vetëm në momentin që do t'i gatuaj. Në këtë mënyrë bamjet ruajnë formën edhe shihen. Si e shikoni, mishi ka dalë në yndyrn, e largojmë nga zjarri, merremi me përgatitjen e gjellës. Këtu kam 5-6 domate pomodorini, i ndajmë në 4 pjesë dhe do t'i shtojmë te qepa tashmë e kaurdisur. Bashkë me domaten do shtojmë edhe 2-3 lugë të gjellës me salsë, varet sa e fortë është salsa. Për salsa që unë kam përgatitur nuk jep shumë gjërë. Këtë moment do shtojmë perimet e ngrira, këtu kam bamje, patlıcan dhe speca. I shpërndaj mirë, i bëjmë një kaurdisje, e ngrejmë pak temperaturën që perimet të shkrihen. Është momenti për t'i bashkuar me mishin. Fare mirë, këtë recetë mund ta bëni edhe pa mish. E shpërndaj mishin gjithandej, mishi është pothuajse i zier plotësisht. Në këtë moment unë do t'i shtoj kripën përfundimtare, do t'i shtojmë pak piper të zi. Ju mund t'i shtoni erëzat që dëshironi. E mbuloj me ujë, nuk është se e mata ujë, por thjesht sa të mbulohen perimet. Do t'i vendosim kapakun dhe do t'i ziejmë për 20 minuta, sa ta shikoni ju që është paksuar lëngu. Nuk ka nevojë për shumë zierje, pasi perimet janë tepër të buta dhe mishi ka zier plotësisht. Në këtë moment unë e stakova zjarrin dhe gjella është gati për të konsumuar. Një recetë e shpejtë, e ngrohtë dhe plot shije. Kjo ishte dhe receta ime për sot. Shpresoj t'ju pëlqej dhe ta provoni edhe ju në shtëpi. Nëse ju pëlqeu edhe ju kjo video, mos harroni ta pëlqeni dhe ta shpërndani me miqtë tuaj. Gatuaj me pasion dhe ndaj me dashuri nga kuzhina ime.